nëse nga mësuesët të kemi okay që të fillojmë avash apo diçka tjetër. Υπάρχει κι άλλα παιδιά κάτω? Όχι, εσύ είσαι ο τελευταίος. Lavdi Zotit, jemi këtu së bashku të nderuar miq, vëllezër, motra, prindër. Jemi këtu së bashku të festojmë bashkë me fëmijët. Por duhet ta dim që kjo festa e veçantë, festa e Krishtlindjes, nuk është fëminore. Është festa e shpresës, është festa që Perëndia dërgoi birin e vet, e bëri njeri, e nxori nga të gjitha privilegjet e qiellit dhe tha ti do shkosh në tokë që të paguash mëkatet. Duket shumë sikur kjo festa është festë e gëzueshme, plot shkëlqim, dyqane, vazhdimsi të ndryshme, domethënë njerëzit janë duke rendur, duke arritur shumë gjëra për Krishtlindjen, dhurata, por ama duhet të kuptojmë që thelbi i Krishtlindjes është shpresa e Perëndisë. Kështu që le ta shikojmë këtë festë së bashku me fëmijët si shpresa e Zotit. Jo si një festë ku thjesht kënaqemi ne, por si një festë ku do shikojmë çfarë bëri Zoti për ne. Kështu që duam sot së bashku të këndojmë me fëmijët dhe të mendojmë thellë që Zoti ka bërë gjën më të çmuar. Ka dhënë shpresën në botë, shpresën për jetën e përjetshme. Shpresën për rilindjen, ka dhënë shpresën e veçantë që nuk mund ta jepte askush tjetër. Kështu përpara se të fillojmë, le të lutemi së bashku dhe ju të luteni bashkë me mua për fëmijët dhe të shikojmë programin e fëmijëve në vazhdim. Zoti i shenjtë, të falenderojmë. Je Zoti i mrekullueshëm, Zot që nuk le thjesht qiellin, po le gjithçka. Le gjithçka për ne dhe erdhe këtu në tokë, u bëre ti njeri si ne, vuajtje të ndryshme të përshkruar, etje, mundime, përse? Veç nga dashuria jote, o Ati Shenjtë, veç nga dashuria jote, Jezus. Ti je i mrekullueshëm dhe ne nuk do kishim asnjë shpresë pa ardhjen tënde. Krishtlindjet nuk janë thjesht gëzim, po janë një portë që hapet për ne për parajsën. Krishtlindjet nuk janë thjesht një gëzim i vazhdueshëm nga pema e vitit të ri apo shumë gjëra rreth rrotullt, por janë shpresa jone e dashur, shpresa jone e pafund, që një ditë ne do jemi bashkë me ty o Atë aty lart në qiell, që ti hape rrugën e shpëtimit, dhe kjo ka rëndësi. I këndojmë shpëtimit, shpëtimtarit tonë, i këndojmë shpresës sonë, i këndojmë atij i cili la gjithçka dhe nuk e konsideroi si një gjë që të mbahej fort, por tha unë do të kërkizohem, unë do të vuaj për njerëzimin që e dua kaq shumë. Ta adhurojmë ty Zot edhe për një herë akoma, sepse ti meriton lavdi dhe nder. Ta adhurojmë dhe të këndojmë me gjithë shpirt, sepse na dhe jetën, na dhe shpresën, na dhe dritën, na dhe jetën në çdo moment në jetën tonë. Në emrin e Jezusit lutemi. Amin. Atëherë ju uroj të ndihni së bashku programin e fëmijëve dhe më pas do ndajmë diçka nga fjala e Perëndisë. Përsëri. I
Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Bëte lata dhe pace. Dhe pace fitor. Sepse me kanë lindur një fëmijë, një djalë ma e zbret. Në supët e tij do të besletet perëndoria dhe do të kryhet kësajtarjet me rueshëm. Perëndi të kishte, as për jetë, rinë patës.
poshtë, kambanat le të humbojnë, dhe magazina hare, gjithë njerëzit të këndojnë. Ding dong magazin larg, makinën e kancës thuar. Ding dong suti hap, festimin e kancë për thuar. S'koni thoni në përmale, në përgjirë fusë e kudo, s'koni thoni në përmale se jështë Krishti u linë. Varin të fiksuan, kur janë e që lartë, lajmerohen që lindjet e tonë shpëtimtar. Në poshtë në klas të varfër, për rullu Krishte, shpëtim në solizotja të mëngjes Krishtlindjeve. Një herë një staf pushon të në grash, Jezusi i vogël i shtrim bikash, që pyet të qelit gëzëshin shumë, të fejin Jezusi i shof njërë në gjumë. Si shof njërë në gjumë. Jezus, unë të duan nga qeli, shiko dhe deri mëngjesit. Bekoj qitë njerëzit që të ty besojnë dhe mërna në qelë me ty sot jetojnë. Mos kini frikë tha Angela, gjë mos të friksoj, se shpëtimtari lindi nga një vritëre sot, që gjithë ata që besojnë nga djalit i çliroj. Kur e të quen lavin, baritu gëzhon shumë, i lanë dhe letë e tyre, në fushën e vërton, dhe i këtë drejtë të Betlehem për foshnën që u linë. Në Betlehem, kur erdhen, aty ku foshnën e ishë, e gjete një grasht ku hanin bagetit, e nëna ti, Maria, në gjullë për para ti. Ti këndoni tani Zotit, të gjithë në adhurim, të pranoni njëri tjetrin, me dashuri e gëzim, që kojësit Krishtlindje të shuajë çdo zemërim. Dhe fjala e Krishtit banof në ne. Me verati, Me urtësi. Të mësoni njëri tjetrin me psalme. Me hymne. Këngë frumore. duke i kënduar me hir. Në vendin tonë. Qoftë ka të pojnë në mikrofon. Sam e vjan. Asi kur të njihe kohën që Zoti ka për të vizituar. Betlehem, ti ishe i bekuar, se premtimet Zotit për ty kishte dërguar. Si ditën që Krishti do të lindte nuk e kuptove, dhe për të vetë si një gras sigurove. Betlehem, ti Zoti, me një yll mbi krye, të kishte zbukuruar, që erdhi drita në botë njerëzve për të treguar. Por ati Perëndi nuk e mbajti të fshehtë lindjen e birit të tij. Angel në kodër dërgoj që lajmin e lindjes të shpëtimtarit tek disa parinë të tregoj. Akoma dhe nga festat që bëjnë në qiell i latë shikoj. Nga lindja erdhen dhe disa djetare, kishin ardhur për të adhuruar mbretin e Porsalimit të Judës.
që nga ylli që ishte mbi Bethleheme kishin kuptuar se vetë Zoti e kishte zbuluar, dhe tek mbeti Herod, dietarët shkuan dhe treguan. Dietarët panë që ylli kishte ndaluar mbi një shtëpi. Ata jetën foshnjën e menenen ti Maria, ranë e june dhe urdhëruan ajë mirë dhe livan, i dhuruan dhe Zotin e falënderuan. Herodi me dëshpejt shkrimet e shenjtë shërtoi, dhe që Krist do të lindje në Betlehem e vërtetoi, po zgjodhi që zemër e tij ta kurtëzoi. Dhe luftën kundër në foshnjë ta filloi, se planin e Zotit donte ta dalloj. Po ja koha kaloi dhe askush planin e Zotit nuk mund ta ndaloj. Biri u rrit në trup e në frymë u forcua. Misioni i Krishtit këtu në tokë kishte filluar, dhe emrin e Atit e kishte përlëvduar. Edhe Ati ishte me birin me vepra dhe mrekulli. Jezusi i mësonte njerëzit me autoritetet dhe urtësi. Lajmin e mirë për mbretërinë e qiellit ter Izraelit i dëshmoi. Po ti Galile, për Krishtin nuk dëgjove. Po ti Nazaret, ku pengove? Pse dhuratën e Perëndis nuk e pranove? Ju Krishtin e prisnin dhe Krishtin në mesin tuaj u rrit, por ju nuk e pranuat, por e përçmuat. Por ata që pranuan dhe besuan emrin e tij, i dha të drejtën të bëhen bijtë të Perëndis. Por Jezusi hodhi syt nga Jeruzalemi dhe qau, dhe çfarë do t'ju ndodhte atyre dhe fëmijëve të tyre, ishte duke treguar. Se nuk ishin njohur kohën kur Zoti i kishte ardhur për të ndihmuar. Nuk e di sot kohën e Zotit, apo e ndalloj. Trojenin e derën e zemrës time, apo e kuptoj? Hapat që po vjen me të shpejt, apo e dëgjoj. Një dy. Aty, jo. Emi, çfarë po mendon? Si je më rritur? Çfarë po mendon? Kam një pes në zemër që po me mundon. Ja Kristindja po afron. Donë që shtëpinë e kemi zbukuruar, në dhurata për të gjithë kemi siguruar. Dhe miq kemi ftuar, që Kristindi bashkë për të festuar. Mua prap që më jetë me mundon. Emi, çfarë të mundon? Nuk është gabim kur me miq feston. Po jam Mikaela, ti glinin e Zotit tonë festoj. As në shtëpinë time s'mund t'aftoj, por as dhurat nuk mund t'ja dërgoj. Emi, njerëzit e embël po t'i gjojnë, me dhuratën, dhe që dhuratat do t'i dërgojnë me tregojnë. Të dënë njëri tjetër, me kërkoj kjerës dhuratët që zemrës në Kristit do t'a gëzoj. Mikaela me lejo të peqafoj që dhurat e Zotit tonë Jezusi Kristi t'ja dërgoj.
Amerikana për skeç pa me kapo. Vetëm çuma. Se s'mona I Emilis. Ishte një natë e zakonshme, por Zoti kishte plan të jashtëzakonshme. Po të linde Jezusi sot, si do ta merrnin njerëzit lajmin? Maria, mos ki frikë. Zoti të ka zgjedhur për një mision të veçantë. Ti do të lindësh një fëmijë, birin e Zotit. Unë jam një vajzë e qestë, më le të betë si do Zotë. Maria, kjo është e pabesueshme, por nëse është nga Zoti, ne do të jemi me ty. Në atë kohë, duhet të regjistroheni në qytetin e ty, në vend të gomarit të rrugëve, me rërë, sot do të përdornin Liger, GPS po thotë, trafik I rregulluar drejt për herë. E po të dëgjojmë në një hotel online. Oh jo, nuk ka velbos. Se vim nga hoteli Bethlehem Lux, por faktikisht çdo dhomë është plot, edhe ajo me pamje nga yli në qiell. Ju lutem zotëri, jam gati për të lindur. As në spital nuk arrim të shkojmë dot. Po mirë, nëse doni mund të përdorni garazën e pashme, ka pak dritë dhe ngrotësin nga soba. Faleminderit, edhe pse është I vogël, është vendi më I votë e më I ngrohtë në botë për ne. dhe aty, në vendin me të thjesht, lindi shpëtimtari I botës, jo në një pallat, por në një vend të përullur. Mos kini frikë, ju sola lajmin me të mirë. Sot ka lindur shpëtimtari Jezusi. Lajmi I fundit, një fos, një ka lindur në një garazh. Thuhet se është biri I Zotit. Barin, ç'mendoni ju? Unë djeva një drinë e qenë. Nuk kam parë kur diçka të tillë. Unë besoj që është një shenjë nga Zoti. Do të shkoj të shoh. Nëse Jezusi do linde sot, ndoshta nuk do ta gjente vend në një hotel, por Zoti do të gjente vend në zemrat që e presin me dashuri.
Nuk ka rëndësi ku jemi Jezusi, por kur e pranojmë atë. Le të hapim zemrat tona për te. Gëzuar Krishtlindjen, Jezusi vini sot në zemrat tona. Poczekaj, no i...
Në natën e qetë me yje, lindi dita plogjetin, Zoti sholli paqe dashuri në çdo zemër në çdo shpirt të thjeshtë. Engjëjt këndojnë me haren, gëzuar të lindit sot, zemrat tona ndriçojnë fort me dhikë se qyre dot. Letë ndajnë buzëqesin me isin në çdo shtëpi si Krishtlindja e sterile që na bashkon për jetën. O Miloš, të mirë. Reserva
Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ, όλα τα παιδιά και τα μικρά και τα μεγάλα και τις δασκάλες. Falënderoj jashtë masë Zotin të gjitha përpjekjet që janë bërë deri më sot. Falënderoj jashtë masë mësuesit, të gjitha ata që u morën, prindrit që u morën me fëmijët. Falënderoj jashtë masë të gjithë ju që jeni lutur për fëmijët, edhe pse akoma keni ardhur të lodhur nga puna, keni qëndruar me ta, keni lexuar me ta. Lavdi Zotit, fëmijët janë të mrekullueshëm. Edhe atë zemër që kanë për fëmijët, urojmë që ta kemi edhe në të rriturit në çdo moment. Ata mblidhen, ata gëzojnë, edhe japin atë mesazh me pastërtinë e zemrës. Përveç ama Krishtlindjet, këtë fest do dëshiroja që ta ndalim së bashku duke thënë edhe diçka nga fjala e Perëndis. Vetë fëmijët na sollën një mesazh shumë të mrekullueshëm, që Zoti do të vinte si një fosh, Zoti nuk do kishte privilegje, Zoti do vinte tek ajo grazhda aty, tek ai vendi, në një kasht, së bashku me të gjitha kafshët, ai mbreti mbretërve do të vinte. Do të vinte ama dhe thelbi i gjithë kësaj feste, sa herë që kalojnë ditët, sa herë që kalojnë vitet, thelbi është sepse Zoti erdhi për të ndarë shpresën tek njeriu. Nuk erdhi thjesht për t'i kënduar atij, nuk erdhi thjesht për të festuar një vit të ri, nuk erdhi thjesht për t'i thënë njerëzve që gëzohuni, por gëzohuni duke patur një shpresë në shpirtin tuaj. Vëllezër, motra, miq të nderuar, ta dini që ne jetojmë sot shumë herë me gjithë ato rreziqet rreth e rrotull, me internetin, me lajmet, me luftra të vazhdueshme, dhe duket sikur ajo shpresa ka humbur. Duket sikur është një tendencë e vazhdueshme në vit të ri të gëzohemi pak dhe përsëri mbas vitit të ri të bijem përsëri në të gjitha problemet tona. Perëndia kur vjen dhe jep këtë mesazhin e lindjes së birit, që nga Perëndi bëhet njeri, bëhet shpëtimtar, vjen edhe e jep tek populli, e dha atëherë tek populli i Izraelit, por e jep tek njeriu ditë për ditë. Edhe i thotë që unë jam shpresa jote. Unë, sepse erdha këtu në tokë, edhe lash qiellin, erdha të jap të për shpresë që mos të mbahesh tek një pension që mund të jetë më brapa, mos të mbahesh tek një qeveri, mos të mbahesh në luftra të ndryshme dhe ta kesh shpresën aty tek luftrat, por ta kesh tek biri i gjallë i Perëndis. Ju e shikoni komplet këtë festën të gëzueshme, por ama thelbi i festës nuk është thjesht një gëzim, është një mendim. Mendimi ishte kënga e fundit. A ke vend në zemrën ti? Sepse çështja e Jezusit është çështje zemrës. Nuk është çështja ime të mbush jetën time plot e përplot me gjithë hallet e mia, me gjithë familjen time, të siguroj çdo gjë, edhe të lëmë njan Jezusin. Të lëmë njan atë që një ditë nuk do të vi si foshnja që ne e marrim në duar dhe themi, ja foshnja sa bukur duket, nuk është ky mesazh. Thelbi i Krishtlindjeve është Jezusi, shpëtimtari i botës, dhe një ditë do të vi mbrapa dhe do të vi të shpëtoj popullin e vet. Do vi mbrapa si një gjykues, nuk do vi si një person i cili thjesht do i këndoj, thjesht do kënaqemi, por duke e lënë mënjan. Sot bota ka lënë mënjan, sot njerëzit e lënë mënjan ditë për ditë, me hallet e tyre, me problemet e tyre, por halli i tyre, problemi i tyre i parë duhet ishte vetë Jezusi. Ai që erdhi.
Kështu që ajo profesi në popullin e Izraelit tek kapitulli 9 që u lexua dhe patë edhe këtu në PowerPoint, profecia e lindjes së mbretit u bë para 2025 vjetësh u bë realitet. Aty në Betlehem, aty në Grasht, u plotësuan fjalët e Isais, kapitulli 9 dhe vargu 6. Ku thoshte, të falni, kapitulli 9 vargu 2 deri në vargu 7. Errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi ata që janë tani në ankth. Ashtu si në të kaluarën ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit, kështu dhe në të ardhmen do ta mbuloj populli që ecën në terrë dhe pa dritë. Pa një dritë të madhe mbi ata që badonin në vendin e hijes së vdekjes dhe doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen para teje, ashtu si gëzohet dikush në korri dhe kështu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të. Shkopin mbi kurizën e tij dhe shufrën e aty që të shtypte si në ditën e Madianit. Sepse çdo kukus luftëtari në përleshje, çdo mantel i rikëllyer në gjak do të saktohet të digjet, do të jetë eshk zjarri. Këto ishin fjalët e mrekullueshme të Perëndis, ku më poshtë vazhdon tek 9-6 shpresa që ndavën fëmijë. Ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet peradoria, do të quhet këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjeshtëm edhe princi i paqes. Ne sot ndajmë, edhe këtu në kish, çdo të ndjerë ndajmë atë që kemi përjetuar vetë. Ne përjetojmë Krishtlindjen edhe Pashkën çdo ditë. Sepse Krishtlindja do të thotë shpresë dhe Pashka është shpresa e realizuar e çdo besimtari. Krishtlindja është shpresa dhe Pashka është jeta jonë e përjetshme. Krishtlindja është lindja dhe Pashka është ringjallja e tij. Kështu që ju ftoj ta mendoni thellë, ta mendoni gjatë, nëse dikush akoma nuk e ka bërë hapin tek Perëndia. Dikush nuk i ka lënë vend në zemër si shtam te këngë e fundit. Ta mendoj thellë që një ditë Perëndia do ta mbyll atë kohën e hirit, kohën e paqes, dhe do të vijë edhe do gjykojë çdo njeri. Uroj që sa më shpejt në zemrat tuaja të thotë të zëvën fjala e Perëndis. Dhe të thuash të shpirtin tënd në çdo moment që unë e kam lënë në zemrën time vendin, e kam lënë tek Perëndia zemrën time, që ai të më mbush. Sepse të thash edhe një herë, nuk do të mbushi një pension, nuk do të të mbushi 100% edhe një rrogë dyfisht, nuk do të të mbushi asnjëherë në jetën tënde edhe sikur të kesh shtëpi të mrekullueshme, familje të mrekullueshme, fëmijë të mrekullueshëm. Asnjëherë nuk do të të mbushi. Zemrën tënde do ta mbushi Perëndia sepse ai e ka krijuar dhe ai do të qëndrojë në zemër. Për atë e krijoi njeriu, të qëndrojë në zemrën e njeriu, të zë vend. Kështu që uroj këto Krishtlindje të jenë Krishtlindje ndryshimi, shprese. Adhurimi i vërtet për Perëndin të fillojë në shpirtin tënd, edhe ti thuash Zotit që unë të pranoj në jetën time. Amin. Amin. Ju uroj Krishtlindjet të bekuara. Ju uroj që Zoti të jetë me ju në jetën tuaj, t'ju forcoj, t'ju jap drejtime në jetë, edhe t'u tregoj që koha është afër, që ai do të vijë një ditë dhe do vijë si gjykues. Lavdi Zotit, lutemi gjithmonë në emrin e Krishtit. Amin. Amin. Festa jonë këtu mbaron, por kemi dhe akoma dhe një surprizë të vogël. Kur të mbaroni këtë, të vini poshtë avash, do kemi një surprizë aty, do ja u themi për 10 minuta, nëse mund të vini poshtë avash, edhe aty ka dhe qerasi, ka dhe shumë gjëra të tjera, por do kemi një surprizë të parë me një fëmijë, edhe më brapa pastaj jemi të lidhur. Vëllezër, me hyrjen e Perëndis në këtë Krishtlindje keni edhe